Në një vendim historik për Republikën Islamike të Iranit, Asambleja e Ekspertëve ka zgjedhur klerikun shiit Mojtaba Khamenei si liderin e ri suprem të vendit. Ai pason baban e tij, Ali Khamenei, i cili drejtoi Iranin për më shumë se 30 vjet dhe ishte një nga figurat më të fuqishme në politikën e lindjes së mesme. Vendimi shënon një moment të pazakont në historinë e Republikës Islamike. Për herë të parë që nga revolucioni iranian i vitit 1979, pushteti kalon nga babai te djali, duke nxitur diskutime të forta për natyrën e sistemit politik iranian. Megjithse për vite me radhë ka qëndruar larg posteve të larta publike, Mojtaba Khamenei konsideroi prej kohësh një figurë me ndikim në rrethin e ngushtë të pushtetit. Ai ka studiuar teologji islame në qytetin fetar të Kom dhe ka ndërtuar marrëdhënie të forta me institucione fetare dhe strukturat e sigurisë së vendit. Reagimet mbas shpalljes së vendimit kanë qenë të përzjera. Kritikët e shohin këtë zhvillim si një formë të trashëgimisë familjare të pushtetit, një fenomen i cili sipas tyre bie ndesh me idealet e revolucionit që përmbysi monarkinë në Iran. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane theksojnë se procesi është zhvilluar plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe mekanizmat institucionale të vendit. Mbështetje për liderin e ri ka ardhur edhe nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit, një nga institucionet më të fuqishme ushtarake dhe politike në vend. Analistët e konsiderojnë këtë mbështetje si element kyç për stabilitetin e udhëheqjes së re. Në krye të shtetit, Mojtaba Khamenei pritet të përballet me sfida të shumta. Ekonomia iraniane vazhdon të ndjejë presionin e sanksioneve ndërkombëtare, ndërsa marrëdhëniet me vendet perëndimore mbeten ende të tensionuara. Paralelisht, situata e brishte sigurisë në rajonin e lindjes së mesme dhe rivalitetet gjeopolitike do të jenë ndër testet kryesore të leadershipit të tij. Ekspertët ndërkombëtar vlerësojnë se ardhja e tij në pushtet mund të nënkuptojë vazhdimsi të linjës politike të ndjekur nga Ali Khamenei, por nuk përjashtojnë as mundësinë e një qasje të re në diplomacinë dhe strategjinë rajonale të Iranit. Për Teheranin, ky është fillimi i një kapitulli të ri politik.